Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falë ndihmë për këtë. Të ndershëm vëllezër, furnizimi më I mirë, stolia më e bukur dhe shpëtimi I jonë në dunja dhe në ahiret do të ishte në qoftë se jemi të devotshëm. Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa." Merrni furnizimi më I mirë është devotshmëria. Duke pas parasysh që jemi në muajt e verës dhe me qenë se jemi devotshëm e shpëtojmë veten edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Të ndershëm vëllezër, Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Inna akramakum indallahi atqakum." Më I nderuari prej jush është ai I cili është më I devotshmi, ose më I miri prej jush është ai I cili është më I devotshëm. Mirë, këtë çështjen e devotshmërisë jo që si kemi përmend, por në tjetë mësim për vete fillimisht e pastaj për të gjithë ata që do të ndëgjojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve tha: "At-taqwa ha huna." Devotshmëria është këtu. Ato I thonë: "Ja Rasulullah, mirë po Muhammed, kur tha devotshmëria është këtu, e preki gjoksin e vet 3 herë." Të ndershëm vëllezër, jeta jonë realisht nuk është vetëm pamje, se kush sa bukur mundet me dal, ose me qenë, sa I bukur mundet me qenë, ose fjalët, kush e rregullon më mirë dhe më bukur, apo kush pretendon dhe kush e ka një plan. Por takvaja ose devotshmëria është gjendja reale e zemrës tonë. E dyta, friga ndaj Allahut fuqiplot. Mbikëqyrja e brendshme, edhe katërta, largimi nga mëkatet. Diçka tjetër është me mendu, e diçka tjetër është me vepru. Ne mund të mendojmë se duhet me qenë të devotshëm, mirë po derisa të bëhemi të devotshëm, ajo është vetëm mendim dhe pretendim. Unë do të përmend disa shenja që njeriu e bëjnë më të mirë, më të devotshëm. E para, ruajtja e namazit. Allahu në Kur'an thot: "Hafidhu ala salawati", kujdesuni për namazet. Jo për namazin njës, për namazet në shumës. Sepse besimtari devotshëm të ndershëm vëllezër nuk e neglizhon namazin. Nuk e lën namazin pa ndonjë gajle, pa ndonjë punë të madhe. Vetëm se ndonjë gajle e madhe e largon nga xhamia ose nga namazi, por ndryshe atë gjen në xhami. E dyta, ruajtja e gjuhës. Më e keqja është kur edhe falim namazin, edhe japim zakatin, edhe shkojmë në hax, edhe agjerojmë Ramazanin, mirë po kur të flasim gabojmë. Fjalorin nuk e kemi të pastër. Muhabetet si kemi në rregull. Se zënërën, fjallën e parë, ditën tretën e gabon. Ose me shamje, ose me nënshmime, ose me gibet, e kështu më radhë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai I cili më garanton gjuhën, edhe më garanton epshin, unë ja garantoj xhenetin. Ai cili garanton epshin, se s'ka me ranë gjuna, dhe ai cili e garanton gjuhën, unë ja garantoj xhenetin. Ama të dyjat janë problem. Edhe epshi nuk ka garancë, por edhe gjuha nuk ka garancë.
E këta me çka mbahen me devotshmëri. E treta të dashur vëllezër, largimi nga mëkatet. Ne nuk mundemi me qenë asnjëherë pa mëkate. Mirë po, janë dy lloje të mëkateve. Mëkatet që bëhen dhe i mshefim që është në rregull, dhe mëkatet që i bëjmë e Allahu na ka mshef e ne pastaj i tregojmë. I tregojmë për mezhlis, i tregojmë me shok, i tregojmë ka do të shkojmë, tregojmë që e kam bënë një mëkat. Do të thonë nëse e ke bënë një gabim ti dhe unë, edhe Allahu fuqiplot na ka mshef, nuk e di njerëzit, pse ne pastaj vetë me tregu. Të dashur vëllezër, nëse duhet ose duam të jemi të devotshëm, duhet realisht më larg kamatës me qenë, më larg immoralitetit, më larg gënjeshtrës, më larg padrejtësisë. Edhe këta vepra, nëse je vetmuar vetëm Allahun, prap me pas mundësi mu largu është më mirë. Sepse Allah subhanahu wa taala nuk ka çështje që mundemi me bë ai që nuk e di dhe nuk e shef. Thot alam ya'lam bi anna Allah yara. A nuk e dini ju se Allahu ju sheh, ose na sheh, ose e sheh. Një net prej netve, Umeri radhiyallahu anhu, duke ecë në Medinë kur ishte halife, kryetari i muslimanëve, e dëgjoje një nënë duke i thonë vajzës vet: përzije qumshtin me ujë. Ajo vajza i tha: emiri besimtarve, kryetari i besimtarve, Umeri radhiyallahu anhu e ka ndalu. E ka ndalu, ka thonë, jo me përzi qumshtin me ujë. Ose e ban ujë, ose e ban qumsht njërën. Ajo kur ta përzish edhe e shet si qumsht. E nane vetë i thot kësaj vajzës: Omeri nuk na sheh. A i ka thonë, moj, sot duke na pa çka i në të bane. Mirë po e vajza e devotshme dhe tha: nëse Omeri nuk na sheh, atëherë Zoti Omerit na sheh. Atëherë Omeri radhiyallahu anhu, kur e ndëgjoi këtë fjalë të asaj vajze, tha: kjo është takvaja. Do të thonë, kjo është momenti kur njeriu është i devotshëm. Kur njeriu është i devotshëm? Kur mendon dhe beson se Allahu dhe Lëshanu të sheh. Edhe atëherë largohesh nga mëkati dhe nga gabimi. Pastaj ajo vajzë e devotshme martohet me djalin e Omerit radhiyallahu anhu. Edhe Allah subhanahu wa taala trashëgimtar, do më thonë, brezi i kësaj vajzës dhe djalit Omerit, më të tje vjen një khalife që ka qenë i drejtshëm, që quhet Omer ibn Abdulaziz. Do më thonë, Omer ibn Khattab, që tregova historinë, e prej kësaj vajzës dhe djalit Omer ibn Khattabit, vjen më vonë, në kohën e shtetit Emevi, një njeri me emrin Omer ibn Abdulaziz. Edhe në historinë islame është khalifa i 5 më i drejtë. Pse se ne do njëherë kërkojmë fëmijët e tonë, dje me vajza, të jenë të drejtë, e të jenë të mirë, e të jenë të shkolluar, e të jenë të devotshëm, ama ne si princ jemi, por me mendu ti se vajza dhe djali duhet me qenë të mirë, devotshëm, duhet edhe ne pak me fitu halal, e mu largu nga harami, e mu bo të drejt, e mu me qenë të devotshëm. Tregohet një histori, ka qenë një familje, edhe ka ardhur rendi atë vajzën me martu. Mirë po në atë familje, në kanalin e televizionit që e kanë pas vetëm një kanal,
është në Arabinë Saudite, më shumë, El Majd. Kanali Majd je vetëm për fej. Mirë po kjo vajza, kur është martu, edhe në shtëpinë e burrit vet e kanë vendosur bashkë këtë ditë devotshëm. Vetëm kanalin Majd. Edhe për ditë kanë dëgju Kur'an, Në momentin që Allah subhanahu wa taala kësaj vajzës ja jep mundësinë me mbet shtatzan, mirën vesh me burin e vet, thotë, a e hekem edhe këtë kanalin krejt, hiç pa televizion, hiç. Edhe vendosi. Edhe pastaj Allah subhanahu wa taala va jep një djalë. Edhe i djali kur i bën 6 vjet, bëhet hafiz i Kuranit, edhe jo vetëm hafiz i Kuranit, pa aq i fort. Edhe hafiz i Kuranit, edhe mufessir, me ditë me ta komentu Kuranin, por edhe matematike dhe disa shkenca tjera përmendsh. Edhe tash mundesh me thonë ti, ka dol beki, ka që Zoti. Edhe ki tjetri, kur ta shofsh këtë tjetrin, nuk hin të shtëpia. Edhe mundesh me thonë, shumë e kam qef edhe unë si bab, djaljem mësoje, ka dalë. Ka dalë du të me këthi pak historitë. Çka kena kontribu ne, si prindër që fëmijët e tonë me qenë të mirë? Nëse ki kontribu, Allahu nuk ta humb punën. Nëse je devotshëm, Allahu nuk ta humb, nuk të korrit. Ama nëse ti s'ke kontribu, ti dhe unë asgjë, bile boll të mirë fëmijët e tonë janë. Shumë të mirë janë. Se asgjë si ato bon, edhe ato alhamdulillah disi, edhe po shkojnë shkollë, edhe ka pak Kur'an. A në qofse i dumë fëmijët e tonë devotshëm, të arrijnë diçka, atëherë edhe ne të ndershëm vëllezër duhet me qenë devotshëm, edhe duhet me qenë të drejtë, edhe duhet me pas disa rregulla që i ka para pa Kur'ani edhe suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, në qofse njeriu duhet me qenë i devotshëm ose është i devotshëm, çfarë dobi e ka? E para, Allah subhanahu wa taala njeriu devotshëm e largon nga vështirësitë. Je ose si devotshëm, sprovat i ke. Bila ata devotshëm ndoshta më shumë sprovohen. Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja", ai cili i friksohet ose është i devotshëm dhe Allah subhanahu wa taala ja tregon rrugdaljen, ja tregon rrugën ka me dal prej problemit. E dita e furnizon Allah subhanahu wa taala njeriu e devotshëm nga ai nuk e pret. Thot: "Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib". Allahu e furnizon njeriu e devotshëm nga ai nuk e pret. E treta, ja lehtëson punë. Ja lehtëson punë. Ju ka ndodhur një herë kështu. Ti e mendon se zor ka me qenë shumë e lehtë del. Shumë lehtë del. Po në shkolla, në një punë, në një gajle e madhe, ti pregaditesh me vlla shumë, shumë lehtë, Allahu subhanahu wa taala kur do në lehtëson. Ndonjëherë puna me lehtë të vështirësohet. Edhe ti habite shumë be lehtë, ishtu disi skuadis. Nuk munda me kri se shumë mu komplikun situatat. Pse se të ndeshëm dhe gjithë çka ka të boje me vetën ta. Si i leson Allah subhanahu wa taala punë, thot: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra". Allah subhanahu wa taala thot: ai i cili është i devotshëm dhe i friksohet Allah subhanahu wa taala, Allah ja lehtëson çështjet, ja lehtëson grejlet, ja lehtëson problemet. Mirë po, gjendja jonë sot, për shembull, sot, i 10 i 7 2026. Si kemi punët ne? Ne të ndershëm vëllezër më shumë luftojmë për pamjen tonë, si kena më duk. Si kena me donë televizion, si kena me donë xhami,
si kena me dalë në stadion, si kena me dalë në mahal, si kena me shku në dasëm, shumë harxojmë për pamjen tonë. E para, e dita. Shumë jo i kena dhonë zërë dënjas. Une i pari e pastaj ju. Shumë për dënjas, shumë bëjnë për dënjas. Krejt. Pashë. Nuk janë 100%, ka njerëz që smiren me dënjas. Mirë, po shumë i ca po. Shumë bëjmë pas pasurisë. Ka njerëz që për pasuri hidhlohen, për pasuri lëmë, rëzit bahane, shumë probleme. E katërta, mos flasim për pozita. Për pozita, ku ka me qenë? Pse ti me qenë deputet e jonë? Pse ti me qenë kryetar komune jonë? Pse ti me qenë kryetar shteti jonë? Do me thonë, së në po miremi veshtë. Kjo jeta reale e jona. Ne mund me thonë që këtë duam, mirë pos devoqëmëria në nivel tullët. Devoqëmëria është, mos thamë zero, që nuk o zero, është mirë, ama mundet me qenë ma mirë. Të ndërshë vëzër, ne me i dhonë rëndësi zemrës, sa japim rëndësi pamjes edhe frizurës edhe teshave, shumë gjendjer më të mirë të kishë. Dërsa Allah subhanahu wa taala nuk e shikon formën e njeriut. Allah subhanahu wa taala nuk e shikon pasurinë e njeriut. Allah subhanahu wa taala nuk e shikon ngjyrat e njerëzve, çfarë ngjyre kanë. Por çka shikon Allah? Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah subhanahu wa taala nuk i shef format wala amwalikum, as pasuritë juaja, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Por Allah subhanahu wa taala i shef zemrat e juaja dhe i shef veprat e juaja. Të ndërshëm vëllezër, gjithçka që thon vallahi, pashallah ja thon vetes. Vallahi, billahi, si zonë fjalë që e thon ja thon vetes. E pastaj xhamatit edhe të gjithë atyre që të ndërtojnë. Nuk mundemi ne me fol. Për shembull, isha një natë me disa vëllezër, edhe njëri tash, jo që se di pa mohabet çele. Tha hoxha, pse be diçka si kena punë në rregull? Thashe, di pse kena në rregull, se as hoxhallar se kena për një me, as xhamati se ka për një me. Unë kështu si mohabet. Po tha pse? Se thashe, dine kur ja nismi me bo muhabet, në për mezlise, e në për darsme, e në për stadiona, e në për mahalla, e në për kafe, me në s'ka. Ama kur vjen puna për një me njëherë dështim. Edhe e lidhe une me punën e futbollit. Kur lujna mitësore ne, kur skuhën gollat, ka 10 japmi. A kur duhet me lujt për një me atje, autogol. Po, të shembull, hajde be lujna sante be, hoxhallar me xhamatin. Për shembull, edhe ta zonë, 12-1, ose 15 që xhamati fiton, 10-0. Ama këto i shkruan FIFA, që nuk i shkruan. Mitësore. Ama hajde për një me, tap sabaj, kitë në gjumë. Opa. Kur loja për një me, nëse lujt, bilas nuk dalim stadion. A kur së loja për një me, krejt bëjmë hëgju. Kjo gjendja jam, fatkeqësisht. Në më thamë, takvaja të ndërshë vëllezër rruga e shpëtimit. Rruga e shpëtimit, devotshmëria, pastaj sinqeriteti, pastaj friga ndaj Allahut subhanahu wa taala. Të ndërshëm vëllezër, si arrihet, si mund me u bën të devotshëm, duke lexuar Kur'an. Në këtë Kur'anin e kemi veç Ramazan. 10 netët e fundit, ku e di, dëni natë, dëni xhumë. Ama duhet për ditë. E dyta, është mirë të rrimë, se të shoqërohemi me njerëz të mirë. Dhe se e gabojmë, ata na largojnë nga rruga e keqe. E treta, të largohemi nga mëkatet, qofshin dhaja se të vogla. Edhe mos i nënvlerësoni mëkatet.
Mos thoni me kat i vogël. Jo sa ata i vogël sot, i vogël nesër, kur ta shohim ditën e gjykimit janë bën shumë kodra të lloja. Allah subhanahu wa taala fjala Abdullah ibn Mesudit do kri thot, takvaja është që Allah subhanahu wa taala mos të gjejë aty ku e ka ndalu, po të gjejë aty ku e ka liju, ose ku e ka urdhëruar. Të dashur vëllezër, mëse veten dhe juve, sa më shumë të afrohemi te Allah subhanahu wa taala, e sa më shumë të largohemi nga të ligat, të irrituara dhe punë të këqija dhe punë të liga në këtë botë. Që ta fitojmë pastaj edhe këtë botë, edhe botën e ardhshme. Inshallah Allahu na udhëzon e të gjithë së bashku në xhenet nacional. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.